Një muze rreth trupit të njeriut. Corpus Museum të çon në një shëtitje të paharrueshme brenda një trupi gjigant të një qenie njerëzore, i ndërtuar për eksplorimin e organeve dhe gjymtyrëve të trupit. Përgjatë këtij udhëtimi, vizitorët mund të shohin, ndjejnë dhe dëgjojnë si funksionon trupi i njeriut, si ndikon ushqimi i shëndetshëm dhe gjimnastika me të. Udhëtimi brenda trupit fillon nga shkalla lëvizëse tek këmba e njeriut dhe përfundon tek neuronat e trurit. Mes këtyre dy pikave ju mund të shihni djathin duke u tretur në zor, rrugën që ndjek ushqimi brenda trupit. Mund të eksploroni zemrën, si formohet embrioni e të tjerë. Sa kaq fëmijëve u jepet shansi të kërcejnë në gjuhën prej gome. Muzeu gjendet në qytetin Oostgist të Hollandës dhe është i hapur në 14 mars 2008. يا